Ndërtimin e Shqipërisë madhështore. Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solemn se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi programin e opozitës për zgjedhjet e ardhshme, duke theksuar se qeverisja e tij do të nisë nga zgjidhja e problemeve sociale dhe ekonomike të shqiptarëve. Ai premtoi një minimum jetik prej 200 eurosh për të gjithë qytetarët, një pak minimale prej 500 eurosh dhe një mesatare prej 1200 eurosh. Sali Berisha propozoi gjithashtu rikthimin e TVSH-s për ushqimet bazë me anë të një karte të posaçme për konsumatorët dhe subvencionet e barnave për të garantuar cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Sa i përket kostove të jetesës, ai premtoi uljen e çmimit të karburantit në nivelin e Kosovës dhe të energjisë elektrike në 7 lekë për konsumatorët familjar dhe 6 lekë për bizneset. E duke ju referuar drejtësisë sociale, Berisha u zotua për dëmshpërblimin e pronarëve dhe të përndjekurve brenda mandatit të parë të qeverisjes së tij. Në fjalën e tij ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për mungesë transparence për përpjekje për të luajtur pushtetin me çdo kusht. Sipas tij, Rama është i friksuar nga zhvillimet politike dhe nga ndikimi Kris Lacivita, këshilltari i fushatës së Donald Trump i cili mbështet opozitën shqiptare. Ndër të tjera, Sali Berisha deklaroi se qeveria aktuale ka shpërfillur interesat e qytetarëve dhe pas 11 majit, shqiptarët do të vendosin për të ardhmen e tyre duke i vënë fund qeverisjes së socialistëve.